Koalicioni qeveritar I Gjermanisë ka rënë dakord të subvencionojë çmimet e energjisë për industrinë e rëndë gjatë 3 viteve të ardhshëm në përpjekje për të dhënë frymëri ekonomisë. Kancelari Friedrich Merz tha se qeveria do të vendosë një çmim rreth 5 cent për kilowatoor, duke nisur nga 1 janari deri në vitin 2028 për të mbështetur kompanitë që përdorin sasi të mëdha energjie elektrike dhe përballen me konkurrencë ndërkombëtare. Bisedimet me Komisionin Ekzekutiv të Bashkimit Evropian për këtë plan janë pothuajse të mbyllura dhe mendojmë se do të marrim miratimin, deklaroi Merz. Ministria e Financave vlerësoi koston e pritshme të subvencioneve midis 3 dhe 5 miliardë eurove. Ekonomia gjermane më e madhe në Europë është kurrur gjatë 2 viteve të fundit dhe nuk ka parë rritje të dukshme prej shumë vitesh. Qeveria Merz e përbërë nga konservatorët dhe socialdemokratët e qendrës së majt e ka shpallur rikëmbjen ekonomike prioritet që prej marrjes së detyrës në fillim të majit. Megjithatë, rezultatet ende nuk kanë filluar të shfaqen. Këtë javë paneli këshilltarëve të pavarur ekonomik të qeverisë parashikoi një rritje të zbetë prej 0.9% vitin e ardhshëm, pas një zgjerimi prej vetëm 0.2% këtë vit. Ekonomia e vendit që mbështetet shumë te prodhimi dhe eksportet është penguar nga një sër faktorësh, duke përfshirë çmimet e larta të energjisë, konkurrencën nga prodhuesit kinesë të makinave dhe pajisjeve industriale, mungesën e fuqisë punëtore të kualifikuar dhe burokracinë e tepërt. Qeveria ka nisur një program për të nxitur investimet dhe ka krijuar një fond prej 500 miliardë euro për të financuar infrastrukturën e vjetruar gjatë 12 viteve të ardhshëm. Gjithashtu synohet ulja e burokracisë dhe përshpejtimi digitalizimit të vendit.